Bismillahirrahmanirrahim. E filloj me emrin e Allahut Madhreshëm, e përshëndesim gjithmonë e i qojmë shumë selame, shumë të fala, ma të mirit njëzimit Muhammedit a.s. Edhe gjithë pejgamberëve para ti, familjes ti, shokëve ti dhe gjithë njerëzve të mirë të kësaj bote. Veçanërisht gjithmonë ju falenderoj juve për kohën që ndani për t'i ndëgju përpjekjet tona me shpjegu fjalën e Zotit Madhreshëm. Të dashur vëllezër dhe motra, në Kur'an na tregohet një skenë madhështore në fillim të krijimit të njeriut. Është momenti kur Allahu i Madhreshëm e drejton urdhrin kahmelaqet me i ra në sejdë Ademit, pra njeriut të krijuar tashmë. Kjo sejdë shpërfaq vlerën dhe misionin njerëzor në univers. Ja vlen me diskutu këtë sejdë, pra me laqet i përullin njeriu në këtë rast. Allahu i Madhreshëm na thot në Kur'anin Fisnik dhe përkujto kur ne u tham engjëjve bëni sejdë Ademit dhe ata bën sejdë përveç Iblisit, ai refuzoi sejdën, u bë mendje madh dhe ishte prej jo besimtarëve, pra u bë pa besimtar. Kaptina El Bekare ajeti 34. Sigurisht duhet të kemi kujdes kur e sqarojmë këtë lloj sejdje, këtë lloj përullje, sepse kjo nuk është një urdhër për adhurimin ndaj njeriut. Sepse siç e dim, adhurimi takon vetëm Allahut Madhreshëm. Por është një shpallje e vlerës, një pranim i aftësisë dhe një nderim i përgjegjësisë që njeriu mban. Pra është një lloj sejdë nderi, është një lloj sejdë respekti. Duke qenë se vjen prej Zotit, me laqet në një farforme edhe duke i ranë sejdë ose duke u përul Ademit, e çojnë vend urdhrin e Zotit Madhreshëm. Por për neve njerëzit është me rëndësi me kuptu çfarë shkallë ose çfarë grade ka kjo sejdë. Si duhet ta kuptojmë këtë sejdë të melaqeve për njeriun e parë ose për Ademin a.s. Pra, mund të themi se kjo është një sejdë njohje, është sejdë e dijes dhe është sejdë e kuptimit. Është interesant. Para se të ndodhë sejdja ose urdhri për sejdë, Zoti i Madhreshëm i mëson Hazreti Ademit emrat e gjitha gjërave. Pra i krijon aftësinë për të folur. Ademit i krijon aftësinë për t'i emërtu gjanat dhe për t'i shprehë ato. Dhe ky mendoj se është momenti thelbësor, sepse pasi ti citon ose pasi ta shfaq Ademi aftësinë e tij për t'i emërtu gjanat, Allahu i Madhnueshëm i urdhëron me laqet me i ranë sejdë. Pra është momenti thelbësor kur dija bëhet kriteri i dallimit. Me laqet e shohin se njeriu, domethënë, zotron diçka që ato nuk i kishin. Aftësinë për të kuptu, aftësinë për të emërtu dhe aftësinë për të mendu, pra për të zhvillu. Prandaj, sejdja ishte pranim i një realiteti, nuk ishte sejdë adhurimi, nuk është se me laqet e adhuroj njeriun. Me laqet e pranoj një aftësi të jashtëzakonshme që Zoti i Madhreshëm i dha njeriut. Ndërkaq, Iblisi refuzoi, djalli, shejtani refuzoi, jo pse se njihte Zotin, por sepse nuk e pranoi kriterin e dijes. Domethënë, ai deshi ta ruaj rendin e vjetër, ku përparësi, domethënë, kishte materiali, materia, jo mendja, forma, jo përmbajtja. Por Allahu i Madhreshëm, nëpërmjet kësaj ngjarje, shpalli një listë të përhershëm që do të vlejnë këtë botë. E përsia nuk është nga prejardhja, por është nga vetdia. Nuk është nga gjeni, nuk është nga, si me thonë, nga vjen ti, por është sa je ti vetdijshëm, sa je ti arsyeshëm, sa je ti ndershëm. Le ta shohim këtë skenë madhështore edhe nga një kant që mendoj se është interesant. Engjëjt janë të krijuar nga drita. Me laqet
e krijuara nga drita bien në sejdë për njeriu që u krijua nga toka. Ky lloj kontrasti që vjen nga ana e Zotit Madhreshëm është i qëllimshëm për t'i treguar njeriu se vlera e tij nuk buron nga materiali, nga materia, nga prejardhja e krijimit të tij, por nga drita që bart në mendjen dhe në zemrën e tij. Megjithatë, kur ne sot e lexojmë një ngjarje çka madhështore, ku Allahu i Madhreshëm i urdhënon engjëjt me i ranë sejdë Ademit, pra llojit ton, do të kemi kujdes mënyrën se si ne akceptojmë këtë sejdë përgjatë leximit të saj. Kjo sejdë nuk është një dekorat, nuk është një lavdi thjesht për njeriu. Njeriu nuk duhet ta sheh këtë vetëm si një lavdi që ka ardhur prej anës me laçeve. Përkundrazi, kjo është një amanet i rëndë, sepse kjo sejdë dhe mënyra që e akceptojmë këtë sejdë e ngri një pyetje shumë me rëndësi. A jemi ne njerëzit ende të denjtë për sejdën që u bë për ne? Apo e kemi tradhtu emanetin? Me laçet u përkolën për shkak të potencialit që Zoti i gjithësisë vendosi në njeriu, pra në ne. Mendjen, zemrën dhe vullnetin. Specifikisht 3 fuqit më të mëdha që i posedon njeriu në këtë botë. Nëse këtu i përdorim për ndërtim, drejtësi dhe mëshirë, atëherë ne e arsyetojmë atë sejdë që na erdhi nga ana e melaçeve me urdhrin e Zotit Madhreshëm. Por nëse i përdorim për padrejtësi, pra përdorim mendjen e zemrën e vullnetin për të bërë keq, për egoizëm, për ignorancë, ne e tradhtojmë, ose ma mirë me thonë e përbaltim atë sejdë cilën e bën melaçet për njeriu, gjithmonë me urdhrin e Allahut Madhreshëm. Prandaj ne jemi të nderuar jo për atë që jemi, por për atë që bëjmë, për atë që realizojmë. Nderi njeriu nuk i është dhënë për gjithmonë. Ai nder i është dhënë njeriu, por ai duhet ta dokumentoj, duhet ta provoj në tokë, duhet ta, ta testoj këtë nder në tokë. Dhe pikërisht për këtë arsye, pas sejdës, Zoti e zbriti njeriu në tokë. Pra e zbriti në tokë për ta testu ose për ta provu këtë sejdë që melaçet ja bën Hazreti Ademit. Dhe kjo ardhje në tokë, domethënë, u bë me qëllim që ta shndroj dijen në veprim dhe në përgjithësi, ose, atë mirësi që Zoti ja dha njeriu me të vijë në këtë tokë dhe të realizoj gjitha këto aftësi përparësi që Zoti i Madhreshëm ja dha njeriu. Në qiell ai mësoi, ndërka që në tokë ai duhet të zbatoj. Në qiell ai u nderua, në tokë ai duhet ta meritoj. Pra ishte në qiell u nderua kuptimin fillestar, por në tokë, domethënë, duhet ta meritoj nderin. Prandaj toka nuk është dënim. Nuk mund të themi që Zoti e dënoi njeriu që sjellin tokë, por është fusha ku sejdja bëhet e vërtet, ku konfirmohet sejdja e melaçeve. Prandaj s'duhet të harrojmë asnjëherë. Ne sa herë që përulemi në sejdë, pra në sejdë të adhurimit ndaj Zotit, në fakt ne me këtë sejdë e kujtojmë për herë sejdën e parë që na u bë neve. Çdo herë që njeriu mëson, kupton, fal ose ndihmon, ai në fakt e ringjall atë sejdë. Dhe çdo herë që ignoron, përbuz ose sundon me padrejtësi, ai e përsërit refuzimin e iblisit. Sejdja e engjëjve ishte fillimi i historisë së dijes. Dhe çdo sejdë që bëjmë sot është vazhdimi i saj. Të jesh njeri do të thosh të jesh i vetëdijshëm për këtë emanet,
për këtë përgjithësi që ke marrë në këtë botë, që drita e mendjes të mos shuhet në errësirën e egoizmit, në errësirën ose në valet e vështira të kësaj jete. Për herë duhet të mbesim të vetëdijshëm se në fillim na nderoi Zoti, madje na nderoi aq shumë sa i urdhëroi melaçet të na binë sejdë, dhe sfida na mbetet neve ta ruajmë atë pozitë dhe gjithmonë ta shtrojmë pyetjen: a vazhdojmë ta meritojmë sejdën e melaçeve? Faleminderit shumë, selam aleikum.